Rruga kryesore në fshatin Bërdic vijon të amortizohet. Ky segment rrugor me gjatësi rreth 4 km por degradohet çdo ditë. Në gjithë gjatësinë e saj krahas gropave të mbushura me ujë vëret që sinjalistika rrugore është e dëmtuar, ndërsa bimësia anës rrugës nuk është pastruar prej kohësh, duke e kthyer këtë aks në burim aksidentesh. Banorët kërkojnë që të ndërhyet për rehabilitimin e këtij segmenti. Jeta joni ke rrugës, mira ishte ken me pas mundësimin e ashtruese na. Megjithse nuk ka trafik, problemi është lëvizja, se gropat e njëna tjetra mire ishte ken me bat mojtën, me vu dorën në zemër për këtë popull. Me ka ditë sa mush me ferra, me hanroqe me gjone që hedhin, mjena është me ka ditë, e hedhin koda, mushët kanonit të kuj bjen shqip, po edhe për aksidente, se nalën koda. Më kam, të thuj qafën në për gropa. Mira ke ishte kanë me boj fi, me dhon një dorë. Asirë, që është ta bon fillim grejt, të 30 vjetë. Kjo rrugë vjen në ndihmë rreth 15.000 banorëve të fshatrave Bërdic, Darraxhat dhe Trush, të cilët përdorin këtë segment për të lëvizur. Megjithëse është premtuar që të ndërhyet për rikonstruksionin e saj, deri tani nuk është marrë asnjë mas për rikthimin në kushte normale të rrugës.